Edhe kjo seancë disa minutëshe përfundoi njësoj, pa epilog. Fajin për dështim, deputetët përsëri ja faturuan njëri tjetrit. Edhe në këtë seancë, dhe veçanërisht tani, pas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, e kemi sjelljen e deputetëve të opozitës, të cilët veprojnë në kundërshtim me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese duke mos marrë pjesë në votim. Kurse është krejtësisht e qartë që është obligim i të gjithë deputetëve të Kuvendit të Republikës pjesëmarrja në votim dhe konstituimi i Kuvendit të Kosovës. Fatkeqësisht edhe sot sërish me vetëdije të plotë. Zoti Dehari, lëvizja vetëvendosje po e shkelin kushtetutën. I bëjmë thirrje edhe njëherë lëvizjes vetëvendosje që të reflektoj. Të kthehemi në sallë pas nesër, të kthehemi rendit të ditës, të konstituojmë kuvendin dhe të bëjmë punën tonë. Puna jo nuk është të vim këtu e të defilojmë çdo 48 orë. E patë edhe sot ignorancën e shumicës parlamentare lëvizjes vetëvendosje për të mos lejuar respektimin e vendimit të gjykatës kushtetuese dhe për mos të lejuar mundësinë ose mos të krijuar mundësinë e votimit të kandidatit për kryetar të kuvendit. Kjo është shkelje në vazhdimsi, është shkelje kushtetuese dhe është pa përgjegjësi e madhe çka po ndodh me kapjen e institucioneve dhe me tendencët që të vazhdohet ky ngjarje politik. Ndërprit të seanca shihemi me 3 shtatit. Të njëjtën është vazhdimi 41 i seancës konstituive të nisur me 15 prill.